Në sheshin kryesor të Shkodrës është organizuar sot ngritja zyrtare e flamurit kombëtar, në nderim të 28 nëntorit 1912, ditës së pavarësisë së Shqipërisë. Në tingujt e bandës së qytetit, flamuri i kuqezi është ngritur në shtizë nga përfaqësues të forcave të armatosura në praninë e autoriteteve të larta vendore dhe qytetar të Shkodrës. Në vijim, autoritetet e pranishme vendosën kurora me lule dhe bën homazhe pranë përmendores së Luiz Gurakuqit, një nga arkitektët kryesor të shpalljes së pavarësisë dhe njëkohësisht ndër figurat më të shuara të Shkodrës e Shqipërisë. Pas vendosjes së kurorave me lule, në formë marshimi në rrugët e qytetit, banda muzikore ka interpretuar këngë patriotike. Në fund edhe një ndalesë tek përmendorja Isa Boletinit, ku vendosën kurora me lule. Në Shkodër, aktivitetet në kuadër të festës më të rëndësishme për shqiptarët kudo ku jetojnë, ka patur një agjendë aktivitetesh për përfshira në javën e pavarësisë.